së votës eventuale të opozitës, qoftë në rezultatin e uljes eventuale të votës së lëvizjes vendosje. Kështu që kjo është e pikpyetja. Mendoj që ka një kredit politik, mendoj që është një plus për opozitën, dhe në këtë rast një farë forme ishte vetë zoti Kurti që ja dhuroi opozitës edhe një lojtar të ri, pasi që ajo deri tashmë vonë ishte pjesë ta quajmë e pozitës pak a shumë. Dhe pritej që opozita do ta përkrahte edhe për një mandat të dytë. Mirë po si duket gjatë muajit janar me ato zhvillimet ndërkombëtare, pat një krisje dhe u bëje ndarja mes zotit Kurti dhe zonës Osmani, kështu që mbetet e çirt cili do të jetë ndikimi eventual elektoral. Çka konsideroni se solli deri te kjo ndarje? Paj është duket që mbase ato aktivitetet e zonës Osmani në nivelin ndërkombëtar, jo vetëm gjatë muajit janar, mirë po edhe gjatë